Shikues të nderuar të televizionit Alsat, për i takohemi edhe sot me gjurmët, ndërsa sot ndryshe nga temat e tjera që i kemi zhvilluar edhe gjatë kësaj jave dhe gjatë javeve të kaluara që kanë qenë mjaft të vështira dhe më të komplikuara, do të ndalemi tek sporti. Për të lehtësuar disi edhe disponimin ton gjatë këtyre ditëve, sot do të flasim për sportin e boksit në përgjithësi, si zhvillohet në vendin ton, sa parapëlqejet nga të rinjt dhe si ndikon ky sport që në vetë njeh vetë zhvillimin, forcën fizike, por jo vetëm, një edhe forcën mendore dhe ndër të tjera se si funksionon i gjithë ky sport në krahasim edhe me sportet e tjera në Maqedoninë e Veriut, si janë kushtet, si është infrastruktura dhe shumë tema të tjera. Sot do të diskutojmë me ne në studio me ish-boksierin dhe trajnerin aktual Naser Harunin. Mirë se erdhët. Përshëndetje Elisa dhe faleminderit për ftesën. Knetësi. Dua ta nisim me atë më të rëndësishmën, siç është në secilin sport, siç e kemi parë edhe në sporteve në Maqedoninë e Veriut dhe mënyrën se si funksionojnë ato, si janë kushtet. Kushtet janë, mendoj, pjesa më e rëndësishme e një sporti, si zhvillohet, si është infrastruktura, ku i hasni problemet më të mëdha. Po, shumë saktë. Momentalisht në Maqedoni infrastruktura është pagës, si të them, e ulët. Klubi boksit Shkupi momentalisht jemi duke ushtruar në palestrën e shkollës fillore Hasan Prishtina. Kurse salla jonë që ku i kemi vënë stërvitit deri tash është duke renovuar nga Komuna e Çajirit, kanë marrë iniciativë dhe qeveria, ku do të investohen 1.600.000 euro dhe mendoj që do të bëhet një sallë super moderne, punimet kanë filluar dhe mendoj që do t'jetë një ndër sallet më të bukura në Maqedoni. Ndërkaq, gjatë tërë këtyre viteve në eksperiencën tuaj si trajner, të them më mirë, edhe por edhe nga përvoja juaj personale, kur keni pasur stërvitjet e tuaja, si ka qenë kjo pjesa e kushteve jo adekuate? Sa është e vështirë për të rinjt që të inkuadrohen dhe që të kenë sukses të madh, kur kushtet nuk janë aty? Përpara, për shembull, tas po flasim se tash kohët e fundit kanë filluar të hapen shkollat boksit. Përpara ka ekzistuar në Maqedoni vetëm një klub, po mendoj në Shkup. Ka ekzistuar klubi boksit Skopje, ka pasur edhe tjerë, po klubi boksit Skopje ka garuar në Ligën e Jugosllavisë. Pastaj me tranzicionin kanë filluar pastaj edhe kluba të tjera tash më të hapur. Momentalisht kemi klube në Maqedoni, mendoj është Shkëndia, në Shkup kemi 5-6 klube. Na jemi Shkupi, po ka edhe Skopje, ka edhe Univerzalci, ka edhe Kislavoda, ka Qigra, po është Shkëndia, është Sindi, është Bargalla, ka shumë, por për fat keq shumë pak klube i kanë kushtet ashtu siç duhet t'i kenë. Këto janë, por me këto kushte tash na mundohemi dhe luftojmë që sjellni rezultate të mira, dhe normal ti këtë rinjën ta mbledhmi pak a shumë të mirën në sport. Ndërka që përmendet që gjatë kohës, sidomos gjatë kohës së fundit, janë shtuar më shumë kluba, do të thotë kjo që është shtuar edhe interesimi të rinjeve që të kyçen në një sport si boksi? Po, ka shumë interes, por tash edhe pak e ban edhe kohë e digitalizimit, normal, edhe rrjetet sociale, për shembull ka të rinj që frymëzohen shumë prej sportistëve që për shembull shqiptar ose pavarësisht botror, e shohin tash, i kanë telefonat në dorë, i shohin për shembull luftat, për shembull Luan Krasniqit kur ishte Haxhi Krasniqi, tash këto më të rit, më tash po dalin Jurgen Uldeda, shqiptar që janë, pastaj janë këto boksierët ndërkombëtar, Usike, Joshua. Edhe por kjo ana ka një anë negative, këto rrjetet sociale, për shembull i ban pak si Dembela. Për shembull, e ka anën e, si të them, atë dopt për disa se i ngujon në shtëpi, por unë gëzohem kur prindi e sjell fëmijën e vet në sallë. Ajo më gëzon më shumë ti, thotë, dua fëmia jem të mirët me sport, për shembull me boks. Sa është boksi, dihet, është sport i rëndë, dhe çdo kush nuk mund të shtronë këtë sport, aty mbetin fëmijët që janë më të fortë dhe të vendosur. Kur jemi te kjo pjesë, si i dalloni juve shenjat e para tek një i ri që tregon se ka potencial për të bërë një boksier i mirë dhe i suksesshëm? Pra, ka metoda aty, për shembull, së pari duhet të jetë rregull trajning, të jetë rregull, shumë i rregull, për shembull, është ftohtë, është nxehtë, bie shi,
duhet me qenë në rregull, por pastaj vjen klasifikimi. Kemi për shembull sparing, deri kur vin, për shembull e mëson atë shkollën, i mëson hapat, edhe pastaj vjen klasifikimi. Për shembull sparingjet, vin sparingjet ku atëre shohin pse kanë ushtruar deri tash. Edhe pastaj kur hyn sparing, atëre sheh kush sa mundet. Dhe diko me njëherë ato fëmijët që nuk e hetojnë që nuk është për boks, thotë trajner më fal, ama nuk jam për këtë sport. Kurse ato fëmijët që janë vendosur, ato pa më varësysh, ndoshta merr ndonjë lëndim ose rrjedh normal, sporti ka edhe lëndime, ka sport me gjak është. E normal ato vazhdojnë ato, edhe aty i heton me njëherë që ka dëshirë të vazhdon. Si ka ndryshuar vëmendja dhe disiplina të rinjeve nëse e krahasoj me 10-15 vite më parë ose akoma më herët? Si shihni sot të rinjt? Në varet edhe prej fëmijës, në varet prej edukatës familjare, për shembull. Ki fëmijë kanë, për shembull, kam pasur në fëmijë kanë qenë problematik në lagjet e tyre, por me ardhen në klub e kanë pa që nuk është ajo. E kanë pa, për shembull, e ka gjetë vetin, edhe për shembull me boks kanë filluar të korrin fitore, pastaj të shkruajnë gazetat ose televizionet, emisionet, edhe normal si të them, u kanë ndaluar prej problemeve dhe ka filluar të marrë rrugën e drejtë, ka mbënë sportista për shembull që kanë qenë problematik, por me kohë jam bë sportista të mirë, jam bë djemë të mirë, tash ka dhe familjar, po kam që janë njësi speciale në polici, kam njësi që kanë hyrë në njësi speciale në ushtri. Pra, kjo është qëllimi jonë që të bëhen njerëz të mirë dhe të dallohen ndaj tjerëve. Domethënë kanë arritur pjesën e tyre problematike, ta nxjerrin në diçka pozitive dhe sot të kontribuojnë edhe për vendin, pse jo? Po, kjo është qëllimi jonë. Kjo është qëllimi jonë që ne t'i bëjmë djemë ashtu si duhet, si kemi qef, çdo familje ka fëmijën e vet, dhe normal don të krenohet me fëmijën e vet, për shembull, si në sport, si në mësime, si në studime këto. Sa është e rëndësishme dhe kjo pjesa që tatë tani më kujtua se për shumë të rinj është e rëndësishme që atë frustracionin edhe atë agresivitetin që e kanë, pse mos ta hedhin në diçka pozitive, siç është sporti, dhe ta shfrytëzojnë atë energji për diçka më pozitive. Po. Normal, sporti i qetëson. Si që e ceka, normal, edhe jep rezultate. Se për shembull atë agresivitetin që ka për shembull në rruga apo në shtëpi, ai e lën në sallë. Aty takohen me bashkëmoshatarët e tyre dhe aty për shembull bëjnë sparingje dhe aty e sheh për shembull qetësohet, nuk është ajo ai si mendon. Nuk është ajo, por e sheh dhe qetësohen dhe bën ndjenjë më të mirë. Edhe kjo është e mira e sportit në përgjithësi. Po. Para se të vazhdojmë tutje, neve do të shkëputemi shumë shkurt për një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi përsëri në studio për të vazhduar me diskutimin tonë. Kur i kthyem në studio, po flasim për sportin e boksit në Maqedoni, ndërsa do dalim edhe jashtë kufive, do të shohim edhe si funksionon ky sport edhe në rajon, por edhe në botë, ndërkaq tani dua të di zotëria Aruni sa i përfshin juve metodat moderne dhe teknologjike si një pjesë e rëndësishme e kësaj epoke ku jetojmë, tani me kushtet tona. Po. Normal. Si çdo sport, edhe boksi normal hec para dhe me metodat e trajningut. Për shembull, ne në klub jemi bashkë me doktor profesor Blerim Saici, i cili është doktor i shkencave për sport, së bashku e bëjmë programin, e bëjmë ushqimin, ja rekomandojmë nxënësve ato kur vinë garat për shembull, me çka me ushqye, normal edhe kemi tash edhe metoda të reja trajningut, për shembull, përpara kanë shtyr vetëm me vrapue. Për shembull tash kemi shtyr diçka tjetër plus në trajninge, metoda të reja, dhe normal duhet bokserit të jetë shumë më i përgatitur. Për shembull, kur të bokson në ring, duhet të jetë i freskët. Gjithë luftën normale, ka lehtësi, por duhet të jetë i freskët. Për shembull, duhet edhe metoda ushqimi, për shembull, vrapimi, për shembull përgatitjet malore, për shembull, ka të ketë kondicion për ato. Po, duhet patjetër të jetë i përgatitur.
A ka Maqedonia një sistem që e dërgon një boksier nga amatorizmi në një bokser profesionist, apo është krejt e rastishme dhe varet vetëm prej talentit të një boksieri? Këtu, për shembull, amatorizmi dhe profesionalizmi ndahen, për shembull. Amatorizmi, për shembull, amatorizmi është shumë i rëndë, kurse profesionalizmi është biznes. Në amatorizëm, për shembull, i kënë 3 ronde, por duhet të luftosh 3 ronde deri në fund për të arritur suksese. Për shembull, pa qenë boksier i mirë në amater, nuk mund të bësh boksier profesional i mirë me suksese. Ja, për shembull, kemi shembull Klitschkot, vëllezërit Klitschko. Ata kanë qenë kampiona bote, kanë qenë olimpik. E kemi Anthony Joshua, ai ka qenë kampion olimpik. Shumë tjerë kanë qenë olimpik. Muhammed Ali edhe ka qenë olimpik, kampion olimpik. Për shembull, rrallë ka një bokser që ka arrit në boksin profesional, pa qenë amater i mirë. Edhe këtu ka dallime. Në Maqedoni momentalisht ka dhe bokser që momentalisht që kanë hyrë në ujërat profesionale. Tash kemi Lulzim Ismaili nga Tetova, është një bokser i shkëlqyer. Ai tash bile ishin në Australi, u munduan në të vetën, por nga dal edhe djemë tanë kanë filluar të hinë në këto ujëra profesionale. Si e trajtoni aspektin mental të një boksieri, për shkak se e dim se fitoret, po edhe humbjet janë një pjesë shumë e rëndësishme e një boksieri dhe një sportisti në përgjithësi. Duke marrë parasysh këtu presionin e madh që vjen edhe prej rrjeteve sociale dhe prej njerëzve përreth. Po. Ka shumë boksierë që kanë shtypja edhe nga familjarët, nga shoqëria, që presin shumë prej atij, edhe kjo shumë ndikon te boksieri. Për shembull, kur shumë domethënës është kjo, për shembull, në boks duhet boksieri të jetë i qetë, duhet të jetë i përgatitur. E jo të japën, për shembull, e ka paketën me fitu luftën. Nuk është kjo. Se në sport ka fitore, ka dhe humbje, normal është kjo, a kupton. Edhe ka shumë raste që, për shembull, ka ushtrue, u pregadit, por kur ka ardhur momenti me boksue, u bllokua. U bloku pse? Ajo shtypja prej jashtë ka ndikuar te sportisti. Edhe ajo blloku total. Edhe nuk mund të arrijnë ata që e ka pas qëllim. Edhe ka shumë kësi raste, por bokseri duhet të përgatitet, duhet të koncentrohet në atë luftat që i ka, dhe duhet të jetë i qetë. Dhe normal ta ketë ato orarjen e fjetjes, trajningu, Disciplina normal, është kjo shumë domethënëse. Çka do t'ju thoni prindërve në Maqedoninë e Veriut, se kam parë shpesh këtë mentalitet që nuk i dërgoj fëmijët në sporte si boksi për shkak se është sport i dhunshëm edhe nuk dëshirojnë që të krijojnë atë energji dhe atmosferë tek të rinjt tanë. Mua më gëzon shumë kur prindi e sjell fëmijën në sallë për dorë dhe thotë kam dëshirë fëmija im të mirët me boks. Për shembull, normal ka familjar, për shembull prind, të cilët ndoshta ka fëmijën pak me peshë pak më të rëndë. Se zakonisht. Po, se zakonisht, po, dhe ka dëshirë që fëmija të humbë kilogram. Për shembull, unë nuk e kam këtë drejtim. Unë prej fëmijëve kam dëshirë të bëhen sportist të mirë, kampion. Ka tjera klube që e kanë profit këtë boksin, për shembull, i çojnë atje dhe ato vazhdojnë, nuk i intereson garat, për shembull, garat. Unë e kam tjetër qëllim që sportistat tonë, përmendoj fëmijët tonë, të arrijnë diçka. Pasi mundohet, vjen trajning dhe deri djers, pra kam dëshirë edhe ai fëmijë të ketë suksese. Kam pas raste, për shembull, ka ardhur familja me fëmijë, trajner, dua fëmija im të bëhet agresiv. Interesante. Se u ka nguju në shtëpi, nuk kontakton me askend jashtë dhe ka hinë atë botën e vetë, nuk kontakton me asnjë fëmijë dhe kanë sjell në palestër dhe thot trajner duhet bëhet pak agresiv se shumë i butë është, a kupton? Mendoj agresiv. Na nuk i ushtrojmë fëmijët të bëhen agresiv, po na i ushtrojmë të bëhen sportista të mirë. Dhe normal fëmia filloi me treningje, dhe normal filloi të adaptohet me shokë dhe nga dalë tash treningat vazhdojnë normal.
Edhe socializimi është një pjesë shumë kyçe e kësaj puna në grup, puna me njerëz. Boksi është shumë interesant se boksi i afron shumë fëmijët. Se kur kanë ndeshje, është kënaqësi se për shembull janë trajner dhe i shokër bëhen bashkë, kur del një shok i tyre në ring, dhe këtë bëhen bashkë, i japin vullnet, i japin kurajo, hajde, edhe pak, i tregojnë kanë mbete 10 sekunda, ose 30 sekunda, 10 sekunda, hajde, maj mirë kur japin kurajo shokut, dhe për krajin shokun, është shumë knatësia, kupton, dhe posaçërisht kur dalin kampion, ose fitues, është knatësia. Pjesa më e bukur. Është pjesa shumë e bukur e kësaj. Shpërblehet e gjithë puna që keni bërë ndër kohë. Tani dua të marrë mendimin tuaj për një pjesë shumë interesante, për shkak se përmendëm edhe më herët, jemi në një botë digjitale, në një epokë interesante që po zhvillohet pak më ndryshe se sa më herët. Mendoni se boksieri virtual që të rinj tanë janë shumë të apasionuar mbas videolojrave që i shohin çdo ditë, po e zëvendëson ngadalë dëshirën e të rinjve për të kyçur në sport edhe për të luftuar në ringje, jo në ekran? Po, digitalizimi, normal, jetojmë në këtë momentalisht në këtë periud ku digitalizimi ka hyrë në jetat tona, në shtëpit tona, pra i ka edhe dy anë, pozitive dhe negative. Negative është se fëmijët ngujon në shtëpi, nuk dalin askund. Vetëm videolojra, ku ta dione YouTube, TikTok, kurse anët pozitive nga digitalizimi dhe rrjetet sociale normal janë se fëmijët frymëzohen duke shiquar, nëse e përdoren për në aspekt pozitiv. Po, në atë aspektin pozitiv. Për shembull, fëmijët frymëzohen, për shembull, e shohin ndonjë bokser, si për shembull Anthony Joshua ose Aleksandar Usyk e tjerë, frymëzohen ose shqiptarët, për shembull, Haxhi Krasniqi, Lan Krasniqi, i shohin dhe frymëzohen. Nga suksesi. Me atë frymëzim vinë në palestër, dhe ajo i shtyt të vinë të fillojnë dhe me ushtrue, ka për e atyve. Është dy anshme kjo medalje. Negative dhe pozitive. Tani dua t'ju pyes pak për klubin tuaj, sukseset që i keni arrit gjatë periudave, si janë zhvilluar stërvitjet në klubin tuaj, si motivoni të rinjt që vinë tek ju? Klubi Boksit Shkupi është themeluar në vitin 2002, së bashku me Dr. Profesor Blerim Saitin, e kemi themeluar, dhe si klub jemi ndër klubet më të mirë Maqedoni, çdo herë jemi në majtë Maqedonisë, vendi i parë, vendi i dytë, bile si vjet, kishim edhe kampionatin individual, ku mbron pjesë me 6 boksier. 3 prej tyre u shpallën kampiona, 2 në kampiona dhe 1 vendin e tretë. Urime, kjo është një sukses shumë i madh. I gjithë grupi me nga një fitore. Është sukses, kurse para këtij viti ishim 8 finalistë, kishim 8 bokserë, 8 finalistë. Si klub kemi shumë suksese në boks dhe duhet këta ta ceki patjetër, e kemi në klub edhe Ardian Azemi, me të cilin e sollu medaljen e parë për Maqedoninë në boks për të rinj, kur s'ka pas Maqedonia medalja në boks. Është djalë super talent, por kishte disa probleme familjare, por prap ka fillu tash të rikthehet kyçet në boks. Dhe këto janë, mendoj, sukseset. Kemi shumë, për shembull, shumë turnej që kemi marrë pjesë edhe jashtë të shtetit. Kemi marrë në Serbi pjesë, Bosnë, në Poloni, me Ardianin kemi boksue në kampionat botëror, kampionat europian në Budva, aty ku morëm edhe medaljen e parë të Maqedonisë, ishte kjo kënaqësi për gjithë ne. Sukses i madh, me të vërtetë. Për boksin, për shembull, se tash boksi ka filluar të ngritet lart. Kushtet, siç e theke, kushtet kanë qenë minimale, por tash ngadalë po rregullohen. Shpresojmë që do rregullohet. Tani pak të më tregosh për karrierën tënde. Cili ka qenë ndoshta momenti më i bukur, më kulminant i karrierës tënde në boks, që e kujton çdo herë edhe e mendon, edhe të motivon për të stërvitur të rinjt që vinë tek ju? Kam pas shumë, ka qenë përpara në kohë Jugosllavijës Magjar Sonja turne, ku zgjedha boksier më i mirë dhe e morra kupën si boksier më i mirë i turneut. Dhe kur u ktheva në shtëpi,
e pritësha babai i ndjerë më tash, e pritësha kur ai do të se ishte atëherë sport, ka qenë një gazetë sport në Jugosllavisë, ai ka lexue. Por kur mbrina në shtëpi, normal, kishme edhe pak se në boks ka lëndime, ka shenja. Edhe erdhë, tha, bravo, ma se tha s'kom rrej une, një të rrej në hautit. Dikush tjetër e kryu. Po, dikush tjetër, tha. Disi kjo më kam vetë, ka knatësi, për shemë, kur të vjen fëmija, për shemë, sportiste në shtëpi, me medalje, me kupa, është knatësi për gjithë familjen, po normal për qytetin, për shtetin, krenohet në gjithë. Edhe sidomos nëse e marrin parasysh se sa më e vështirë ka qenë edhe për shqiptarët në përgjithësi gjatë periudhave të kaluara. Po, ka qenë. Si e keni përjetu këtë periudhë? Ka qenë, për shembull, ka pas edhe asë njerëz, më vjen pa lidhje të thëj, ka pas edhe nacionalista, ka pas edhe prej ative njerëz, por me ato vendosshmëritë që kemi pas, e kemi thëj akullin se tojnë, a kupton. Edhe kjo është më e rëndësishme. Po, e kemi thëj akullin dhe kemi vazhduar prapë, ja pra erdh koha na vetë të hapim klubin e boksit, Shkupi. Cili është synimi juaj për të ardhmen e klubit? Synimi. Ne vazhdojmë me punë. Tash momentalisht kemi shumë nxënës. Çdo ditë vinë nxënës, lajmërojnë. Besoj që nuk kemi edhe shumë hapësirë për t'i pranuar gjithë. Ka shumë talent. Synimi jonë është çdo herë të nxjerrmi kampiona. Djemt që janë të vendosur dhe të nxjerrim kampiona dhe na përfaqësojnë çdo kund në botë. I përmendim vazhdimisht djemt. Po në anën tjetër, vajzat, si në shumë sfera të sportit, janë pak të anashkaluara. Si është plani për vajzat që duan të inkuadrohen, se sporti realisht nuk njeh gjini. Edhe mendoj që talenti edhe disiplina edhe puna është e njëjtë për të gjithë. Shumë saktë. Për fat të keq, në rrethinat tona, normal, vajza ka qenë disisje anashkaluar, por normal në sport. Kurse në botë, kur sëm kam marrë pjesë në shumë kampionate evropiane botërore, dhe me nxënës, kam pa, për shembull, vajzat, edhe ato, për shembull, kur bëhet kampionati evropian ose botëror, në njëjtin kampionat marrin pjesë edhe vajzat. Për shembull, pjesa për vajza është pjesa për meshkuj. Dhe kam pa në boksierë nga gjithë bota. Vinë në turne, kur t'i shifsh, habitësh, si garojnë, si luftojnë, si atë që trimresha, kjo është për të habitur. Dhe dëshira ime edhe unë ta vazhdoj, momentalisht nuk kemi kushte, por dëshira ime është ta vazhdoj, edhe unë ta hapi një sesion për femra, mendoj, edhe femra t'i kyçi në boks, ka shumë interes edhe prej femrave, të cilat dojnë të ushtrojnë boks, normal, dhe të garojnë. Një prind nga Belgjika më thiri, tha Naser, tha e kam vajzën, tha e kam bokson këtu me një klub. Tha, por kam dëshira e të bokson për Maqaninë, thash, po, pse jo? Jeni të mirë se ardhur, a kupton? Dhe kjo shumë më gëzoj, por është, si të thash, qëllimi im do t'jetë edhe vajzat të kyçen në boks. Sa po të sigurohen edhe kushtet, ndoshta edhe infrastruktura që të mundson. Kjo është numër 1, se për shembull duhet zhveshtore ekstra. Sigurisht. Normal, po. Kushtet të tjera. Po. Nëse shohim pak të bëjmë një krahasim me boksin këtu në Maqedoni, edhe fillimisht të ndalemi në rajon. Nëse shohim Kosovën, që ka prodhuar boksier me famë botërore, të them më mirë. Si mund t'i krahasojmë këto dy vende dhe mënyrën se si funksionon, mënyrën se si stërviten, kushtet i rikthehemi prapa, janë atje më mirë, si vlerësohen boksierët? Boksi është sport individual. Për shembull, nuk është ekipor, boksi është në varet krejt prej individit, prej boksierit, prej personit, çka don të arrit. Për shembull, në Kosovë ka edhe atje kanë kushte, edhe ato marrin pjesë në përgatitje. Ja, pra tash momentalisht e kemi një bokser në Maqedoni, është shumë i mirë, është nga Manastiri, Alen Rustemovski, për fat të mirë të federatës tonë, është zgjedhur sportisti i vitit për vitin 2025, tash ishte në sallën e operës dhe baletit, është zgjedhur sportisti i vitit 2025 nga gjithë sportet dhe federatat që ishin aty. Kjo është një sukses për boksin, pra edhe ne si Maqedoni, jemi duke ecë përpara,
Normal, edhe Kosova, po jemi në rajon, jemi këtu, me gjithë mbatemi, nuk ka problem. Kroacia pagas i ka, ato i kanë bokserët e mirë, kishim një garë me Serbien këtu me të rinj, rezultati me të baras, pse ato janë non-stop, kanë shumë budget, milion që mund të them, edhe pregaditjet non-stop janë në Kopanik, në Zlatibor janë në pregaditje. Na këtu jemi pak ngecmi pagas me mjete, por prapë se prapë vullneti sportistit shumë do me thonë. Nuk do me thonë që i ki kushtot ndoshta super i ki edhe tash e ki pa tjetë rezultate. Nuk do të thotë ajo, po këtë varët prej metodove të trejningu dhe vullnetit të sportistit dhe qëllimi i tij. Mirë që e përmendet këtë pjesën e financave dhe buxheti, është një pjesë shumë e rëndësishme për sportin në përgjithësi edhe sa janë të gatshëm të sponsorizojnë nga vendi jonë për boksin, si keni parë rrethanat, se nëse e shohim sukseset e klubeve, sidomos ndërkombëtarisht, kanë shumë sponsor, kanë shumë buxhet, edhe kjo ndihmon shumë në arritjen e suksesit. Tash kohëve të fundit ka filluar Ministria e Sportit, tash jep voucher për gjithë klubet sportive që janë Maqedoni, edhe komunat, por është një çmim simbolik sa nuk arrit me këto mjete asgjë nuk mbulon asgjë, por sponsor ndonjë shok nëse diçka don të ndihmon, i ka mundësitë ose dhe më vjen rand për shembull, si të them, të kërkojsh, na nuk kemi lypsa, na jemi sportista, na kemi krenari, apo kjo është. Por dal nga dal mendoj që me suksese, se për normal është kjo, nëse ti s'ke suksese, askush nuk sponsoron. Sigurisht. Është normal të merr një fëmijë të jepje këtij për shembull të sponsoroj këta, nuk e njeh. A kur ke suksese, vjen deri te sponsorimi, normal çdo kush ka dëshirë ta ketë afarat sportist të dalluar për shembull. Kjo është momentalisht. Duhet të rritet besimi, ndoshta pak më shumë. Besimi normal edhe rezultatet, edhe i sjellën rezultate mira, i sjellën sponsorët. Sigurisht, edhe ndoshta tek neve duhet të zhvillohet pak më shumë ajo kultura e të dhënit. Sidomos nga bizneset që kanë mundësi që të kontribuojnë sadopak edhe të përmirësojnë ndoshta gjendjen edhe që njëkohësisht të vjen edhe më shumë suksese në këtë sport. Shiqo, më falë, duhet për shembull edhe sponsori nuk është puna veç të jep, por e sponsor duhet të merr diçka. Se për shembull ti ke klubet, jo për shembull në futboll. I ke sponsorët për shembull këto që janë bastorë, ta di unë. Ne s'kemi nevojë për bastore, por kam qef nëse jep sponsori, por edhe duhet të merr diçka prej asaj. Nuk puna veç ai jep, s'ka kurrë prej asaj, dhe normal largohet. Po duhet të jemi korrekt në dyant, që edhe të ketë diçka përfitim prej kësaj. Se nuk puna veç të jep. Sigurisht, do të shkëputemi edhe njerë për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi përsëri në studio. U rikthyem përsëri në studio, në këtë pjesë të tretë e emisionit tonë, tani do të ndalemi pak tek boksi ndërkombëtar. Nëse shohim se si funksionon në botë, kam parë një tendencë që tash më shumë shohim në ring influencer që kanë pak famë, se sa boksier profesionist me karrierë shumë të gjatë. Si e shihni ju këtë dallim, këtë krahasim? Po, kjo është normal tash. Këtë trend të ri. Kjo është trend i ri, kjo është biznes. Është biznes, ja, për shembull, Jack Paul boksoi tash me Anthony Joshua, po para kësaj boksoi me Mike Tyson. Ne e dim se Mike Tyson i ka bërë disa vite. Normal, në këto vite mund të nakotonte, por ashtu ka qenë skenari i shkruar që të humbë dhe normal për një luftë merr 100-120 milion dollar, ato janë parë të mëdha. Edhe pastaj me Joshua, por Joshua nuk e la që ta humb emrin. Pak Tysoni këtu pak e ra me këtë humbje. Kurse Joshua e nokotoi më njëherë. E nokotoi, bile ja thej novullun. Edhe kjo ishte për boksën plus. Kurse kjo është biznes. Normal, edhe normal ishte vetëm Netflix. Netflixi i jep këto ndeshje që grumbullohen mjetet të mëdha aty. Në një ndeshje të merr 300 milion influenceri, kjo nuk është në rregull. Nuk është as pak, edhe e humb dikuat profesionalizmin e Jo, nuk është në rregull. boksit. Jam kundër kësaj.
Sa e lehtë është për njeri sot të gjej programe servitore apo dieta të bokserëve të njohur shqiptar dhe jo vetëm përmes internetit, që ndoshta të arrin atë suksesin që e kanë arritur ato, e kanë shumë të lehtë nëpërmjet rrjeteve sociale të gjejnë mënyrën e stërvitjeve, dietat, sa është lehtë të gjinden. Shqiqe të cekë, këto duhet të jenë edhe njërës të shkolluar. Unë për fat të mire kam edhe doktor profesor Blerim Saiti, i cili kujdeset për këtë pjesën. Dhe normal, kurse për stërvitjet, sot është shumë lehtë. Ke YouTube, ke TikTok, ku të adione, dhe do në tash e qaqë për shemë si stërvitjet reprezentacioni Kubës, i kej. Për shemë si stërvitjet reprezentacioni për shemë dhe Uzbekistanit, ose Kazastanit, që kemi pasë ndeshë edhe me ato. Me Ardionin për shemë dhe me Kazastanin, i kemi fitue, këtë Kazastanin, 4 bokserë, 4 kemi fitue. Pra, ka shumë mënyra tash edhe shumë më lehtë, se për para, në kohët Jugoslavijës, me zë që kemi prit vjen ndo një turne ndërkombëtar dhe të shojmë vjedhim naj teknika, diçka, vjedhim të shiqojmë, se s'ka pas në atë kohë as YouTube, as gjë, rrjete sociale, kurse sot shumë lehtë kanë të rinjt, të hynë, të interesohen dhe ta gjejnë programin cili ju përshtatet atyve, normal, edhe ne kemi shkollën tonë, për shembull shkollën tonë që është e suksesshme, dhe jo rastisht nuk kemi s'këthej. A është ndonjëherë problematike kjo pjesa e rrjeteve sociale për shkak se ndonjëherë këshilla e një profesionisti vlen shumë më shumë se sa diçka që mund ta lexosh në internet edhe mund të del diçka jo e vërtetë, ndoshta që të dëmton shëndetin ose të dëmton fizikisht. Po, më varet se për çka interesohet, edhe për çka do të arrit me ata, për shembull, çka do të arrin me ata. Për shembull, ti rrjetet sociale ka, ja, se për shembull, ki dikush që ka qef të rrahet me çdo kënd. Të rrahet me çdo kënd, por nuk është ajo. Për shembull, qëllimi atij që interesohet nëpërmjet rrjeteve sociale të jetë pozitiv, të marrë diçka të mirën nga rrjetet sociale. Jo, tash e ka dhe bokserë që janë, që më thonë, nuk janë, ka dhe prej atyve, normal, që nuk është shembull i mirë për rinjën. Ka dhe prej atyve, po. Përveç forcës fizike, nuk mund të harrojmë të përmendim se forca mendore është një aspekt tjetër shumë kyç, jo vetëm në këtë sport, por në të gjitha sportet në përgjithësi, se shpesh fokusohemi te ajo se sa të fortë janë fizikisht sportistët. Mirë, po sa të ndihmon në boksi që të fitosh disiplinën që duhet të pasur sukses edhe në fushat të tjera të jetës, pse jo? Shumë. Boksi të bën personalitet, me boks fiton respekt. Me boks je shumë, se të them, ke vlerë ndaj tjerëve, se si që thash, çdo kush nuk mund të ushtrohet boks. Është sport i rëndë, është sport me gjak, dhe kjo është mendoj. Kërkon shumë më shumë se sa fizikun. Shumë, po. Sa është e rëndësishme që ndoshta ti inkurajoni pak të rinjt që ky sport vlen më shumë se sa vetëm të hysh edhe të bëhesh një profesionist i boksit ose të kesh një karrierë në boks. Sa të ndihmon në fizikun tënd, psiqikën tënde, më gjerësisht se sa vetëm si profesion. E cega thash, të ndihmon shumë edhe në jetë, të ndihmon. Je shumë më i përgatitur se tjerët, shumë më i përgatitur se tjerët që ne 24 orë në çajtore, kurse ti je non-stop në palestër, ushtron boks, ushtron bëfës, ushtron shkollë, ushtron... Kjo shumë është domethënëse. Nuk kam çka të them më shumë këto, se boksi të krijon, të bën personalitet. Cila është pengesa më e madhe që ndoshta i ndalon të rinjt që të kyçen në këtë sport? A është frika prej dëmtimeve më shumë, apo kohën që nuk mund ta ndajnë, apo mungesa e kushteve ndoshta që i shohin që të ndodhin vazhdimisht nëpër sporte të ndryshme? Pra, mbaret prej karakterit se ka i riu. Për shembull, ka prej atyre që janë të vendosur, kurse normal, ka dhe prej atyre që një herë vjen në trajning, e shet që nuk është për këtë sport, dhe thotë, më fal trajner, nuk jam për këtë sport. Kjo më kënaq, se kam pas raste për shembull dhe kam ushtruar djalin ofër 8 muaj, ka kohë me boksue. Nuk ka qenë i gatshëm. Nuk ka qenë, pse që kishte i gatshëm, më ka thënë, në fund, më ka thënë trener,
nuk janë për këtë sport. E shoh që nuk janë për sport. I ka ardhur turp të më tregon që nuk jam i gatshëm për këtë sport. Unë kënaqem kur të më tregon drejt, do thotë trajner, nuk jam për këtë sport dhe e di që nuk jam mendoj më. Se për shembull është shumë keq të hy në ring, se në ring dush të hysh me dy këmbë. Dush t'je i vendos, jo me një këmbë në ring, me një këmbë jashtë. Po dush t'jesh i vendos dhe ta thesh akullin. Duke pasur parasysh të gjithë karrierën tuaj dhe në pikën ku keni mbërrit deri tani, nëse kthehemi pas në fillimet tuaja, cila ishte ajo shkëndija e parë që ju lidhi me këtë sport, edhe si vazhdoi më pas rrugtimi juaj? Po. T'ju kthej pak në kohë. Para me ka ushtruar vllai im i ndjer Muzaferi, ka ushtruar boks te klubi i boksit Liria. Ai pak më shtiu, normal, ka qenë edhe Muhamet Alia na ka shtyr gjithëve. Ka qenë një kohë kur Muhamet Ali ishte në atë kohë yll, për shembull. Edhe ai na ka shtyr shumë, ishte kënaqësi të shohim se si vallëzonte në ring dhe non stop çdo fëmijë kur ta shet dikën frymëzohet dhe merr edhe secili ka dëshirë që të bëhet si ai. Dhe me kohë nga u kyçëm boks dhe fillon ushtrimet dhe deri sot jam boks. Nuk e ndalë asnjëherë. Nuk të ka humba i vullnetin për të ndalë punën. Ja. Përmendet si në periudhën e Muhamet Ali se keni pas një inspirim të madh dhe ka pas edhe vetë sporti një emër shumë të madh. Nëse ndalemi në kohën tonë, edhe shohim që gjatë viteve të fundit më shumë ka pas rëndësi futbolli, basketbolli, ndoshta, por përmendet që në Maqedoni sportisti më i mirë në të gjitha fushat u zgjedh boksier. Po. Çka do të thotë kjo për sportin e boksit tani? A mendoni që do të rikthehet ai vezullimi që e ka pas gjatë periudhave më të kaluara? Boksi çdo herë është në majë të botës. Kur nuk ka humb. Kur nuk ka humb, se për shembull me kohë pas Muhamet Ali ka ardhur Tysoni. Pas Tysonit kanë ardhur Klitschkot. Pas Klitschkot kanë ardhur Joshua. Pas Joshuas, ja tash erdhë Tyson Fury, pas Furyt erdhë... Ka të mire më të mirë. Po, non-stop, në varet prej kohës, periudhës, kur kanë qenë ato bokserë, dhe tash shumë është më lehtë, se për shembull tash i përcjell direkt, kje live, në televizion. Për shembull, tash gjithë kemi mundësit të shqojmë edhe ndeshjet. Dhe kjo shumë është do me thonë se dhe boksi çdo herë është... Në ngritje. Në ngritje, po. Në çfarë moshe rekomandohet që të fillohet ky si sport? Për të gjithë ata që na ndjekin dhe ndoshta duan që ta nisin. Po, ky sport më së miri të fillohet nga 10 vjet, se atëherë se pak kam prind që i bin fëmijët prej 5 vjet, 6 vjet, se sporti jonë është pak i rëndë, kurse prej 10 vjet është mosha ideale ku mund t'ja fillojnë boksit, është se edhe i kupton. Se kur ja sqaron, për shembull, si bëhet hapi, si bëhet gardi, si kërcen konop, si të themi, litar. Kur i ka 10 vjet, i kupton. Kurse pak në ato mosha më 6 vjet, 7 vjet, pak është më rëndë me kuptue këtë sport. Se është pak sport i rëndë, i ndërlikum, dhe duhet teknikat i pak të mësohet, se kuptojnë. A 10 vjet e përpjet, atëherë është shumë lehtë të punohet me fëmijë. Çka duhet të bëjnë klubet e boksit këtu në vend, po edhe në rajon ku duhet të zhvillohet pak më shumë për të dukur më tërheqëse për gjeneratat e reja, që të kemi një vazhdimsi pak më të mirë për këtë sport? Pa, çdo federat, normal, çdo shtet, i jep gjitha, të normal që të përfaqësohet shtetit sa më mirë. Dhe i japin, ja, dhe Maqedonia është normal, i jep më të mirën që edhe më të mirët i zgjedh. Se edhe unë jam një ndër trajnerët të Maqedonisë, jam dhe se seleksionuar si për trinj, po edhe për senior, kur ka nevojë aty jam edhe unë, po më dheq edhe reprezentacionin e Maqedonisë për senior, por edhe për trinj. Pra, çdo shtet i jep ata mundësitë e vet, asaj ka mundësitë normal. E jep që boksi të ecë përpara, dhe normal, për shembull, unë kam pas rast, kur kam pa në kampionat evropian, ka ardhur Rusia me 30-40 vet, me masaxhera, me kuta diuna, me të gjitha kushtet. Me kushtet, ata kanë buxhet milionësh. E India, kam pas rast 50 India ka, me 50 persona ka.
në turneja ata në turne ndërkombëtar. Ata japin shumë për sportin dhe normal, jo rastësisht Kanë sukses. Po, kanë suksese. Pas 10 viteve, ku e shihni boksirin tuaj më të mirë dhe çfarë trashëgimi e doni të lini në sportin e boksit në këtë rajon ku jemi? Pas 10 viteve. Boksirin më të mirë, tash nuk do ta përmendim se ndoshta na hidrohen boksierët e Kur tjerë. nuk mundesh me di se pas 10 vitesh tash kam shumë talenta që kanë 15 vjet. Kam qenë edhe kampiona tash momentalisht. Në qoftë se vazhdon me sport, mendoj që do të arrimi shumë rezultate kulminante botërore. Nuk do të na japësh pak më shumë informacion për këtë pjesë. Po, Se ndoshta do ta kuptojmë pas të hidrohen boksierët e ja, tjerë. ashtu. Nuk është ajo, po atë e dim se kush është. Dhe nuk ju tregoj se është, për shembull, kur ta lavdojsh dikend para gjithëve, ai pas pak bëhet mendje madh. A kështu duhet të jetë gjithë njëjtë, pastaj ai me punë dallon vet. Çfarë vlera don t'ju mësosh boksierëve të që i ke aty edhe mundohesh t'ja integrosh ato më të rëndësishmet? Vlerat njerëzore, së pari duhet të janë të shkëlqyeshëm si në jetën normale private, por si në shkollë, që janë nxënës të shkëlqyer. Kjo është pika numër 1. Pastaj normal vijnë edhe rezultatet, që mos nëse pak arrit rezultate, mos rritën në mend. Përse mendje madhësia, sa ato ulën me njerë. Mendoj kjo është ajo prioriteti. Ndoshta mesazhi që keni drejt prindërve që ngurojnë që t'i fusin fëmijët e tyre në një sport si boksi, por që t'ja tregojnë pak edhe rëndësinë e këtij sporti. Po, prind duhet të investojnë në fëmijët e tyre, më shumë. Sporti është investimi më i mirë te fëmijë. Sporti është numër 1. Nëse dëshiron të kesh një fëmijë të shëndetshëm, duhesh të investosh në fëmijë. Dhe kjo është investimi më i mirë që mund të bën një prind për fëmijën e vet. Më e rëndësishmja për në fund, çfarë pritshmëri keni nga institucionet e tona dhe çfarë do t'ju themi atyre sot, t'ja u drejtojmë një mesazh për rezultate sa më të shpejta dhe sa më efikase dhe jo vetëm premtime fushatash për fushën e sportit. Pa, kjo apel është për institucionet që të përkrajnë gjitha klubet sportive. Çdo kund ku ka rezultate të mira, çdo kund ku shihet ka rezultate, ku shihet ku bëhet puna, ato do të përkrahen. Mendoj kjo është mesazhi më i mirë. Pa diskutim. Zotëria Aruni, faleminderit shumë që ishit sot me ne dhe ndatë kohën tuaj për të dhënë disa informacione për boksin edhe boksierët tuaj dhe përvojën tuaj. Faleminderit edhe juve për hapësirën që më dhat. Ishte kënaqësi të jem në emision tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit.